në një kohë kur Shqipëria po punon dhe zoti Rama sigurisht në çdo gjë të tij edhe duke u nisur nga këto zgjedhje Shqipëria në BE. Pra çfarë pritet të përcillet në arenën ndërkombëtare? Ky bord nuk ka lidhje fare me Bashkimin Evropian, sidomos në të kohë ku Bashkimi Evropian ka mendjen te Grenlanda, domethënë nuk është e fokusuar aty dhe për hir të së vërtetës, po përfaqësimi i Shqipërisë, pra Shqipëria në një këtu du dal. Përfaqësimi i Shqipërisë në këtë bord i shërben ekskluzivisht kryeministrit të vendit zotit Rama dhe askuj tjetër. Pra pavarësisht që është shtuar Shqipëria aty, ne do ta shfrytëzon, pra zoti Rama do ta shfrytëzoj për propagandën e tij politike brenda dhe jashtë vendit. Ndoshta mund t'i gjej dhe $1 miliard dollar për t'i paguar dhe për të bërë antar i përhershëm, por këtë gjë e dyshoj shumë pasi shifra shumë e lartë dhe buxheti i Shqipërisë është vetëm $8 miliard për 2026 dhe shumë e vështirë për gjetur hapësira për 1 miliard tjetër. Dhe ashtu siç e thash, janë dy anë të medaljes. Njëra anë e medaljes pra që ka shpallur një triumf dhe një kënaqëri të madhe, dhe është ana tjetër padyshim që e tregojnë atë fotografinë e shtëpisë së Bardh ku emrat e antarëve të bordit nuk figuron kryeministri i vendit, por aty pra gabohen sepse në fund të çdo liste thuhet që emrat e antarëve të tjerë do të shpallen në javët në vijim, pra e thot vetë Shtëpia e Bardh. Emrat që janë hedhur në webin e Shtëpisë së Bardh janë emra teknokratësh, duhet thënë, pra që janë përzgjedhur nga presidenti Trump, që është Tony Blair, Jared Kushner, është kreu i Bankës Botërore, pra janë teknokratë të cilët specialistë të lartë të fushës përkatëse, sepse Jared Kushner, pavarësisht që është dhëndri Trumpit, është një ndër persona që e njeh më mirë lindjen e mesme, sepse ka një plan konkret në mandatin e parë të Donald Trump, ka qenë i dërguar i Trump pikërisht për ta zgjidhur konfliktin në lindjet të mesme, dhe ai e njeh fushën dhe e njeh edhe territorin që do të zhvillohet. Ndërsa prantarët e tjerë për shtete të tjera ku çdo që të ulet në ato tryezë do ta ketë për nder thjesht që në këto kohëra të turbullta është afër presidentit të Shteteve të Bashkuara, i cili, domethënë, çdo ditë që zgjohet nga një ide të re për dikun për të pushtuar siç është duke ndodhur me Grenlandën, dikun për të marrë dhe për të ndërhyrë ushtarakisht në vende të ndryshme të globit. Ndaj duket sikur gjithçka është harruar çfarë kanë thënë liderët për Donald Trumpin. Mos harrojmë se zoti Rama është një lider i cili pra duket sikur ka parashikuar qartë se kush është Donald Trump. Zoti Rama ka thënë që Donald Trump është rrezik për botën demokratike. Dhe sot sigurisht që i mjafton për të qenë ato tryezë në këto kohëra. Mirë, duke pasur parasysh gjithçka që ndodh për Shqipërinë, ndoshta përtej deri tek politika ndërkombëtare, duhet